emër të Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit, deklaroj lëvizje dhe bereqet në çdo të mirë që Allahu ka shkruar për mua dhe personin që e dëgjon këtë lutje. O Allah, vendos mbrojtjen tënde mbi ne dhe familjen tonë dhe na ruaj nga çdo e keqe e dukshme dhe e padukshme. Ruaj çdo mirësi që na është dhënë nga çdo dëm dhe humbje. Ruaj përparimin tonë në mbrojtjen tënde. Ne po e mbyllim këtë periudhë me falënderim dhe besim. Unë deklaroj se ajo që ti ke caktuar për ne është vendosur dhe është e bekuar. O Allah, na jep urtësi të ecim në lirinë dhe mirësi që na ke dhuruar. O Allah, në këtë periudhë pritje përgatit shpirtin ton dhe mos lejo që të lodhemi apo të dëpësohemi në emrin tënd madhështor. O Allah, na jep durim të presim pa ankesa dhe lejo që kjo pritje të prodhojë tek ne forcë, urtësi dhe pjekuri shpirtërore. Çdo forcë e errët që po zgjat pritjen ton, largoju me fuqinë e Allahut. Çdo frym vonese e drejtuar kundër fatit dhe rrugës ton, shpërndahu në emër të Allahut. O Allah, na përputh me kohën dhe qëllimin e përsosur që ti ke caktuar për jetën tonë dhe mos lejo të humbasi mundësimet e tua. Çdo shigjet, shgënjimi e drejtuar ndaj nesh, kthehu mbrapsht në emër të Allahut. Ne heshtim çdo zë dyshimi dhe frike që flet kundër asaj që kemi shpresuar në emër të Allahut. Çdo forcë që synon të na bëjë të dorëzohemi, shkatrohu në emrin e Allahut. Çdo vonesë shkaktuar nga gabimet e së kaluarës son, e mbulojmë me mëshirën tënde në emrin e Allahut. Çdo frym ankthi dhe shqetësimi largoju nga jeta jonë në emër të Allahut. Çdo lajm negativ për gjendjen tonë përmbysë Allah me mëshirën tënde në emër të Allahut. Çdo forcë që tallet me periudhën tonë të pritjes, hesh përgjithmonë në emrin e Allahut. Çdo cikël vonesash të përsëritura në jetën tonë, ndërpritu tani në emrin e Allahut. O Allah, ne let na gjej favori yt dhe mëshira jote në këtë kohë pritje në emrin tënd madhështor. O Allah, bëje këtë periudhë pritje të kthehet në një periudhë dëshmie dhe mirësie. Na jep durim të rrënjosur në besim dhe forco besimin ton që të besojmë edhe kur nuk e kuptojmë, si lehtësim dhe përshpjetim aty ku ka pasur vonesa. Le të vi dëshmia jone bekimeve shpejt dhe papritur. Lësho favorin dhe mëshirën tënde mbi jetën tonë, dërsa ecim përpara. Le të flas favori yt për ne, aty ku nuk mund të flasim ne për veten tonë. Beko punën tonë, biznisin dhe rrugën tonë, beko furnizimin dhe financat e tona, beko marrëdhëniet dhe familjet tona. Na jep mirësi o Zot që hap dyer me lehtësi, na jep mirësi që përshpjeton përparimin ton, na jep mirësi që heq çdo kundërshtim, na jep mirësi dhe lehtësi në pranimin e lutjeve tona. Unë deklaroj që kapitulli unë i ardhshëm është i bekuar dhe i mbrojtur në emrin e Allahut. Ne po ecim drejt mirësive që ti ke përgatitur para kohe për ne. Unë deklaroj përparim të vazhdueshëm me lejen tënde. Unë shpall që asgjë e mirë që kemi fituar prej te, o Allah, të mos humbas. Deklaroj që çdo mirësi dhe liri që na është dhënë të mbetet e qëndrueshme. Çdo derë që ti e ke hapur për ne të mos mbyllet nga askush. Çdo plan i fshehet kundër rrugës sonë le të dështoj. Unë heq çdo zë akuze, frike dhe dyshimi. Pastro emrin ton dhe nderoje rrugën ton, o Zoti ynë, dhe ruaje familjen ton me mëshirë dhe mbrojtje. O Allah, mos lejo që të rikthehemi në atë që na dëmtoi, na jep disiplinë, bindje dhe vetdije shpirtërore. Mos na lejo të bijemi përsëri në zakonet që na largojnë nga ti. Largohu nga zemra jon dëshira që na çojnë drejt së keqes dhe afroje atë me të mirën. Unë deklaroj që emocionet e jona të mos na çojnë më drejt gabimeve, vendimet tona të mos drejtohen nga frika, presioni apo nxitimi, por nga urtësia jote. O Allah, drejtoj hapat tona dhe pastroj rrugën tonë. Largo vonesat dhe riktheat që ndjejmë se kemi humbur. Le të jetë rikthimi ynë i plot dhe jo i pjesshëm. Kurorëzoj përpjekjet tona me mirësi dhe sukses. Hap dyrë të reja me qetësi dhe shenja të qarta. Le të flas favori yt për ne në vende ku ende nuk kemi hyrë. Sill njerëzit e duhur në rrugën tonë. Ajo që na takon neve të na vi me mirësi dhe lehtësi. Bekoj duart tona dhe mundin ton, largo turpin dhe vendos nder në historinë ton, mos lejo që zëri dhe dëshmia jon të heshten. Le të jetë kjo periudhë pikthese për mua dhe personin që dëgjon këtë lutje. Na jep qartësi, o Allah, urtësi dhe forcë çdo ditë. Na ruaj nga çdo e keqe, afroje zemrën ton më shumë me ty dhe prano lutjet tona që i bëjmë me gjithë shpirt.
Unë tani po e mbyll gjithë këtë me falimnderim. Ajo që ti ke caktuar është e vendosur në emër të Allahut. U krye. Kun feyakun. Amin, amin, amin.